Ardian Ismaili duket se është mallkuar këtë sezon futbollistik. Mbrojtësi kombëtarët shqiptare nuk po ja arrin që të gjejë formën optimale për shkak të problemeve të shumta fizike. Edhe së fundmi në Serie A, lojtari i Torinos e ndoqi nga stoli sfidën përballë Komos. Shkak për këtë u bën problemet muskulore të cilat i kishte shfaqur dhe gjatë grumbullimit me Shqipërinë. Për mbrojtësin 29 vjeçar, kjo është hera e tretë që nuk ja del të jetë i gatshëm për këtë sezon. Madje ai rrezikon ndeshjen e radhës në kampionat, atë përballë Lecces së Ylber Ramadanit dhe Medon Berishës. Ndeshja e djeshme mes Torinos dhe Komos mund t'i dhuronte Kristian Aslanit kënaqësinë e golit të parë në Serie A me fanellën e torinezëve, të cilëve ju bashkua gjatë kësaj vere. Futbollisti shqiptar provoi 2 herë gjatë pjesës së parë me goditje nga jashtë zonës, por nuk ja doli të gjente portën e Komos. Në fund të këtij fraksioni loje, kur për Torino u dha një penallti, ai shkoi dhe diskutoi me Nikola Vlašić, i cili kishte marrë topin, por në fund ishte kroati që qëndroi te pika bardhë dhe gjuajti saktësisht duke realizuar penalltin për të barazuar përkohësisht shifrat në 1-1. Vet Vlašić ka shpjeguar pas ndeshjes se Aslani kishte kërkuar që të gjuante ai penalltin. Jam unë goditësi penaltive, trajneri apo ndonjë pjesëtar i stafit e ka shkruar dhe në dhomat e zhveshjeve. Ai dëshironte të gjuante, por me që unë shënoj gjithmonë me penalti, e godita unë, tha kroati. Gjithsesi, mes të dyve nuk ka pasur asnjë lloj nervozizmi rreth këtij episodi, pasi Aslani ishte pikërisht i pari që shkoi dhe përgëzoi mesfushorin pas golit të realizuar ndaj Komos.